Qëre me dik po, a me Albini, me bo koleksion, shata kam jetën ju. Jo, i pa përshtash, është Mr. Vin, apo din? është Mr. Vin, është edhe... Unë e di që je goxha i mirë ti edhe me imitimet njerëzve, personave, ftyrave publike. Para se t'ja filloj me misionin në argëtove goxha shumë me një personazh. Po, është vërtet. A mund është diçka të shkurt për shikuesit e emisionit 05 dhe për gjithë neve këtu në studio? E ki fjalën për imitimin e Ramush Haradinit, po. Po, zëmë, vetëm diçka që më me ta këthi përgjithë. Në rregull. Apo na tregon se i kënaqur me 7% e votave që i morë tash. Më falja vajzë. Hajde, s'ka problem. Po, edhe ndaj është. Fizik, po. Bravo. Qëre tash, e dënë, me të regu drejt, edhe kom prit këtë rezultat, qysh prej para në shkuotit, bile kom menu që jam ma pusht. Po që dashti zoti, hypi pak. Ma një maj pak linja, pak ane, pak, abe kuden, edhe arri një farë marveshje, edhe mirë, besha mirë, ata kam punu mirë, ata të KQZ-ja, mirë kam punu, besha, mirë kam punu mirë. Po këtë pjesh, ka punu mirë, i këtash, tash ma mirë, mrada që jashtë, vëden. Ashtë, qeveria nuk është formu ende, a kështë hin koalicion me Albin Kurtin? Qëre, me dik po, a me Albini, me bo koalicion, shata kam jetën ju. Jo, i pa përshtash, është Mr. Vin, apo din? është Mr. Vin, është edhe jo pa higare. Nuk më e bo koalicion me njëri që lunë teshe me qytetarët e vetë. Edhin ta hypë rrugën, e këti ta fut fakturën e rrimës, apo din? Këta njerës nuk i du. është e vërtet, kam qenë edhe në qeveri, e din ata njerës që kam punu për mu. E gjithmonë kom menu besha për popull. Dhe prapë do të bëna edhe kryeminist, edhe president, e shtatalip, edhe luftetar, nëse vjen puna, nuk ikën, nëse ta që kanë ikë, po kështë ka luft. Nëse nevoja prapë lufton? Pa, është i dyshim. Kjo Albini nuk ka qenë luft që thotë ja ne, ja këni, apo din. Aja ato janë ajgare, edhe mimika ati që i ka vetë. Nëse do ishe kryeministër, apo më tregon çka kishte bë për vendin tonë? Po njëherë ja kom bë kërktak, çka kërkushëria, i kujtohet juve. Ashtu, po. Takën ja kom fut, e dini mirë, po nëse bona kryeministër i vendit, më falë vajzë. Hajde, s'ka problem. Nëse bona kryeministër po njerë, në rrugat të jenë 1000 euro baj. Pensionet 500, ka thonë. Po, ato janë, mos folim tash për ato, që ata dita-ditës, vëden, dita-ditës ata mëj me hecë, ti. E kështë që le ta gëzojnë, ta penzion që e kanë bile 500 euro. Që ata shkanë kuja ardina, vëden, Kena, s'falë dire shumë.